Robert Kuros, krosimi ti, fiton në rrjetë, Gasolieni, përsëri ai, David Kaplani. Goditja Kaplani! Që të lënë gol, David Kaplani! Minura 81, kalon avantazhin Zenit. Dani, të arkoj, mjaft i rrezikshëm krosimi, topi devijuar për fundon në rrjet. Është sërish skuadra Shiakase, e cila ka arritur të realizojë 0-2. Po, tani e morë topin e parë. Ivo Zoros, i goditje, Astorje, tjetër super gol, me Kurtane ku përsëri ai, ka pungur e gjeti rjetën, Janoshi janë në Astoris, David Kaplani. Për të është topi të Doroski shmëzon, qojmë. Krosimi ka ardhur, kjo parabër për David Kaplani që godet. Alban Hoxha, shpëton Partizanin. Përsëri është Kaplani që arrin i pare tek topi. Provat këto gjatë, Kaplani nuk arrin vijet në zotërim të topi, por lufton shumë. Dhe ka fituar me shumë suarsi David Kaplani të top. Pasimi gjatë për para në kërkim të Kaplani, duel i shpejtësisë me Bulatovic. Fut kokën Kaplani, e ka marrë topin por Janovic, e nisë me njerë Erzeni. Vjen arkimi drejt zonës Kaplani. Të top që shërbehet mjaft mirë nga ana e Kaplanit. E ka shërbyer dhe në Karimanovic, Ademi është i ri në anën tjetër, provon gjej Kaplanin. Ka ndërhyrje nga mbrapa. Nuk mendon kështu gjyqtari, por Bulatovic. Por vështirë që mund të privohet prej tij. Kaplani godet në duart e Zogovic. Kos brenda zonës. Në çfarë shkëputje në krah. Sadiki. Faul në dhëmë të Kaplanit. Por nuk shërbehet, provon dalë Elbasani ka të vështirë edhe njerë mundësia për Kastriotin. Kjo tentative Kaplani. I vënë e gjatë e portierit. Lufton Kaplani vetëm. E ka fituar këtë faul në duel. Vjen krosimi. Goditja me kokë. Është në rjetë Barazon. David Kaplani. Fantastik.
E shojmë dhe njëra i topi gjatë, topi që kërcen, nuk arrin të kontrolloj Bruno Delushi, e me një prekje e dërgon në rjet. Shojmë, plani parë për trajnerin Dreu, prosimi drejt zonës, në rjet është, edhe njërë tjetër, David Kaplani, jep mundësinë skuadrës e ti të rifutet në loj, në pankin, kërkon lëvizje me njëherë, do të bëjë ndryshime në skuadrë. Çfarë kërcimi? Dhe topin, kërkon të rifitoj Gjeka, shumë të pasim mjaft mirë dhe kjo goditje arrin skuadra e Kastriotit të barazojë rezultatin me Kaplanin. Erzeni 2, Kastrioti 2, por do e ndjekim edhe njëherë sezon 2022-2023, 17 ndeshje. Shojmë dashmë të zbritje të skuadrës Kastriotit, Ajazi e fiton mjaft mirë atë top, shojmë ka një mundësi të ardhë për skuadrën e Kastriotit, Kaplani dhe kalon në avantazh skuadra e Kastriotit me David. Po shojmë edhe një herë i poshatisur Leonares Kaplani, kjo goditje që përfundon në rjet. Kanzano, do shkojnë ata një.